Tani çfarë do të bëj? Tani. Me sodën. Krem çik banaku. Sodën. Kam ilaç enësh. Do ta krijoj në masën e pastës. Largojmë yndyrën e banakut. Pra masë paste. Është e mirat mirave. Kemi njollë në veshje. Është e duhura. Po të dua mund të shtojmë edhe limon, por edhe pa limon nuk na prish punë. Ja, kjo është një masë e duhur. Gjë që po të duam ne, e kemi për. E kemi, dal me ku të marrë një gjë të vogël unë këtu për shembull. Ja. E kam për tenxheret. E kam për, do ta fshi një herë këtë këtu. Ty do t'jap letër për tenxheret. Këtë në fakt ke zgjedhur më të pastrën që kishim. Ose, janë për këtu gjithë pastra janë. Se këtë proces bëjmë me sodë dhe me... Unë marr. Pra, unë heq në fillim fare me letër, sepse mos mendoni që duke pasur letërën e kemi fshirë pjesën e... Jo, aty është yndyra. E yndyrës. Atë shkëlqimin që e ka tërësisht prej yndyrës dhe jo prej pastërtisë, është komplet me yndyrë, por përzierja që kemi në enën tonë, me sodë edhe me ilaç enësh, e mollës ti, se të duhet më shumë për banakun. E marr unë. Filloj unë me banakun, edhe goca duke pasur... Pra fundit e nxere, fundit tiganëve, pjesa e brendshme e tyre, kur kemi skuqur, kemi përdorur her pas here, çfarë do lloji sobe, me induksion, me gaz, me korrente, gjithçka tjetër, bëhen ato tenxheret e shkreta bashkë me tiganët. Do gjejmë disa mënyra natyrale ose me ilaçe të cilat ju ne nuk i preferojmë, por detyrimisht ndonjëherë duhet t'i zgjedhim për t'i pastruar siç duhet. Nëse përdorim një letër alumini, siç më dha Albana, dhe këtë përzierjen e sodës dhe ilaçin e enëve, do të bëni një fërkim, është pak e ashpër, edhe letra edhe soda, dhe ju thjesht do të bëni një fërkim të detajuar të papastërtive në fundin e... Unë nuk kam yndyrë, që nuk shkëlqen vendi, duket, e gjithë yndyra ka kaluar tek letra. Dhe këtë pastë e përdorim edhe në njolla, në njollat e vajtë, në çfarë do lloj njolle të jetë. Në disa raste, për shembull, mund të vendosim edhe kolinoz. Po. Në disa raste. Kurse tek tenxherja patjetër që na duhet letra e aluminit. Ja, pra, 2 truke të thjeshta, vërtet një gatim, por ama ja vlen që janë 2 këshilla. Dikur përdoreshe, mban mend? Rëra? Rë e plazhit, kur shkon në plazh, le të bënim rërën. Tani këtu e bëm fiksi atë kraftin 2 minutë, po pastruar. E mirë, dakord. Sepse ishte edhe tenxhere e pasur, kishte shumë pak hije. Shumë pak hije. Po ja, gjithsesi dihet ku kanë mbetur dhe ku kanë kaluar papastërtitë dhe njolla. Jo ngjyrën e ilaçit, me ngjyrën e asaj e të përhimtës, por themi ne, e përhimta. Ka akoma, gjithsesi pjesa e brendshme. Me një shkëlqim tjetër. Ja, duket se si është në fund fare rezultati. Unë të marr një tenxhere tani, t'i vë flakën, që të krijoj atë hijen e lehtë e më pas ta fshi. Pra ne këtu bëjmë gjithmonë ato truke që vërtet ja vlen. Se çu bëhen këto viralet, ë? Këto viralet kështu bëhen, patjetër që bëhen kështu. Okej, po mirë se. Unë besoj se s'ka tenxhere të papastra, ja. Si shkëlqen tenxherja me 2 përbërës. Tak. Me sodë dhe me ilaçin e enëve. Bashkë me letrën e aluminit që lajmë edhe tavat. Letër këtu që t'i jap, sepse ka ngelur soda. Patjetër që është shumë e rëndësishme që ambienti ku punojmë, si banaku, si astagaçi, nëse ai ka akoma më tepër punë faktikisht, sepse është prej druri, ku zëmpetët, ku punohet gjithashtu, e duke qenë se ka ato të çara dhe kanalet, patjetër që ka më tepër nevojë për tu pastruar, desinfektuar her pas here. E gjithë masa ja.
Jo, ka akoma besoj, me qënë se ke ndyrë në letër. Pas kësaj përzierje, nëse duam një spërkatje dhe pas e ta disinfektojmë, një spërkatje lehtë me uthull. Po ashtu mund të bëhet dhe përzierja në një shishe nga to Sprite që mund t'i zbrazim, ose një enë të posaçme, në të cilën të shtojmë uthullën, sodën, uthullën dhe sodën, po të mbarojmë një sot njërë, pastaj ditë Të gjitha i tha. Për pjesën e pjanurës, sepse ajo duhet të shkëlqej. Pjesa e xhamit të furrës, sepse ajo duhet të shkëlqej. Nuk besoj se do të përdorim shumë sodë, sepse ngelen ato njollat edhe dora pjesa e fërkimit. Me uthullën, po pa tjetër, e mbarove. E vendosim. Tani të lumshin duart. Tani pjet kafja. Tani të lumshin duart. Të bëftë mirë. Pjesa e furrës, kur të mbarojmë pjekjen e dredhanikut, ne besoj kemi mbaruar punë të premte, kemi pastruar, por rezultati që na dha vendosja e uthullës brenda pasi të jetë fikur furra, pra të ketë pak nxehtësi, vendosim ato uthullën e cila lëshon ato, vendosim për ta zier në një enë, me avujt e saj, e lëm përsëri të ftohet dhe me një letër fshim rreth për qark. Gjithë djersët ose piklat e ujit nga avullimi që do të bëj uthulla, do të pastrojmë, disinfektojmë pjesën e furrës. Ky proces duhet të ndodhi në mënyrë të vazhdueshme, të përsëritur, në mënyrë që të mos e lëm procesin që të futim pastaj letrën e aluminit, të fërkojmë, të heqim të gjitha mbetjet aty brenda. Jam që kam të gocën këtu. U pi kafen, goca i sqaron, duket që Tatjana ka bërë punë, ka përgatitur mirë. Ashtu edhe praktika e punës. Bravo, i qoftë nënave që rrisin vajzat të tilla. Bravo. Se çfarë thash nese, ty të bëf mirë kafja, ne mirupafshim, shihemi me Rorgopullën pas pak. Ju pasha në javë të mbar paçi. Kafja lafe si. Lafe. Shihemi pas pak me horoskopin e javës.